Mi qaj, sot do mi qash. Patjetër. Rregull? 8 marsi sot, 8 marsi edhe do ham iftarin me gratë 2 festa me ditë. Gjitha zotni do t'i shërbej sot. Asnjë nga motrat tona nuk do shërbej. Gjithë çunat. Et morshat liga. Si ka thonë ai, për lulet, lule. Shikoni çfarë lulesh ka Rozafa. Zuar 8 marsin. Kumë nana që t'ka bërë që Atë morsha digat, kjo është miknesha ime në fabrikë, me këtë më kanë dalë fjalët. Gëzuar. Kësaj do të jap 2 kësaj, kjo meriton 2. Një për vete, një për atë motrën që e ka me leje lindje. Gëzuar motër, gëzuar, faleminderit. Kjo na ka ardhur nga Londra. Gëzuar motër, gëzuar. Përshëndetje gjithave. Kemi 10 vjetë që punojmë bashkë. Shumica nga ju janë 100 fillimet kur ka fillu Rozafa në Elbasan. Ne kemi datë mirat, kemi datë këqijat bashkë. Rozafa, kjo patent që tashi është bërë ndërkombëtare, nuk është falë Lucës, po është falë gjithave ju. Dhe që gjitha ju keni pjesën tuaj në këtë familje, keni pjesën tuaj në këtë firmë që pori me shumë dinjitet në gjithë markatën europiane. Dhe gjitha këto mrekullina jam bo fal jush. Kështu që unë ju du fort e ju respektoj fort edhe nuk ju shoh fare larg familjes time. Jeni një pjesë e imja që e kemi fillu këtë rrugtim bashk edhe të bëjmë të pamundurën që të vazhdojmë deri sa të kemi fuqi. Kështu që vetëm përpara që të gjithë bashk me gëzime e me të mirat edhe me sfidat që na presin përpara. Ju rujti madhi Zot, ju du fort, jeni më të mirat. Gëzuar.